Në shtëpinë të varrit nuk duhet zënë në gojë litari. Pra aty ku ka një dhimbje të madhe, se është varur njeriu që ka ndjeshmëri, që ka dhëmshuri, tregohet i kujdesshëm. Për të mos e fyer ose lënduar më tepër njeriu që ka pasur një tonditë të thellë. Nuk do kështu me Edi Ramën. Jemi në kulmin e fushatës elektorale, ndoshta më e nxehta që nga viti 2013, kur Partia Demokratike dorëzoi pushtetin. Dhe gjuha e përdorur nga dy liderat kryesor Berisha dhe Rama duket diametralisht e kundërt. Ndërsa nga një anë Berisha, dukshëm indikuar nga amerikanët, po shpalos programin dhe shifrat, Rama nga ana tjetër e ka kthyer fushatën e tij në një manifestim bullizmi dhe dhunë verbale, duke sulmuar çdo që i del përpara. Bufi Knetës, atë hundën që e ka si Befana, keni parë si ka? E ka damkën në lulet ballit me të gjithë lukunin e zogjve të ti. Se aty ka kukumjaçka, e ka bretkoca, e ka zhapike, ka gjithë farë lloj specie tjera. Sa kanë krijuar dhe këto moçalishtë e reja. Flen në Knet, zgjohen në Knet, han në Knet, flasin në Knet, bërtasin në Knet, këndojnë në Knet. Ai ka një problem të madh me vetveten. Ai nuk do as njeriu që ka vetë brenda. Ai urren dhe vetveten. Atëherë kur urren vetveten, çike të tjerët, i urren të tjerët. Por ndërsa këto fraza fyese të kryeministrit i drejtoheshin kundërshtarit politik, ai nuk i ka lënë gjëmangut as të tive gjatë turit elektoral nëpër Shqipëri. Si e doni ju tash këtë bisedën? Se s'po e kuptoj. Unë e kuptoj që u lodhët tunet në këmbë dhe unë këmbë jam. A doni me një gjuhë këtë pjesë apo s'doni me një gjuhë, se s'po ju marr vesh? Apo s'ju intereson fare? Po më lërë më i zonjë të mbërë. Ua. O zogu, po na myte me atë fishkëllim, na myte morë burë. Ja, pusho tani, o rush, pusho. Stop. Unë jam e skandalizuar në fakt, sepse prisja një vlerë tjetër dhe një normë tjetër nga kryeministri. Dëgjoj këtu ti po. Po që ke i papa më, ti ku e ke menin më? Qoj dorën ti. Qoj dorën. Hajde këtu, qoj. Ktheu më kështu. Po, më rregull. Më shif më këtu. Ky e ndjen veten Zot, Perëndi, e ndjen veten si ti teket atij dhe qyen. Fushatës së Ramës, kësaj radhe janë bashkuar edhe shumë minoren, nxënës shkollash, të cilët organizuar kanë marrë pjesë në takimet e tip politike. Ditë pushimi e hënë pas Pashke, fëmijët duhet të ishin me prindrit e tyre, të relaksuar dhe të shijonin atë ditën e pushimit dhe festës së Pashkës. Në fakt kryeministri i thret nëpërmjet drejtorive të shkollave apo mësuesve të shkollave që të vinë dhe të dëgjojnë atë. Nëse ka një thirrje, fakt do ja bëja partive është në maksimum kur do është mundur të mos rekomandojnë pjesëmarrjen e fëmijëve në mitingje, takime elektorale. E para sepse fëmijët nuk votojnë, po e dyta, sigurisht do të thënë fëmia duhet të jetë i mbrojtur. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë pjesë e fushatës. Pavarësisht kritikave që morin nga disa organizata të guximshme, mesmorisë atyre që preferuan heshtjen përballë shkeljes së ligjit, kryeministri e përsëriti përfshirjen e minorenëve në fushat edhe në Elbasan, ku dhjetra nxënës të shkollave të mesme ju bashkuan mitingut të tij. Por kjo nuk ishte më e keqja e këtyre takimeve. Në Spille, Rama ka përcjellë çdo vit të kuqe në një komunikim skandalos përballë 15-16 vjeçarëve të pranishëm. Ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne. Ta sqarojmë këtë se ju jeni të vegjël, nuk i dini këto. Kur isha moshën e disave nga ju këtu, dola edhe unë për liri, për demokraci, edhe dola në për Europë. Edhe më thonë në Europë, ca miq që shiko janë ca plazhe nudo, që shkojnë njerëzit edhe lahen siç i ka bërë natyra. A është ndaluar nudizmi në Shqipëri me ligj? Ndaluar apo jo? Atëherë si mund të promovohet një gjë e ndaluar? Po kur vjen e inkurajuar nga një kryeministër, atëherë bëhet normë. Ka një ligj për të drejtat e fëmijës dhe që pa diskutim si konvent ashtu dhe ligji detyrojnë çdo aq më shumë një person që është kryeministri i vendit që të mos shpërndajë asnjë informacioni që konsiderohet i papërshtatshëm për fëmijët. Isha me një shoqen time, me ca shok tjerë dhe vajtëm. Edhe bëm dhe fotografi. Atje e normal s'kishte në gjë, me thënë drejtën, ja u them unë. Kur janë të gjithë ashtu, nuk të bëm përshtypje. Çfarë do të mësonin fëmijët nga një mësim i tillë ose një pamje e tillë? Është lajthitje, është një lajthitje turpshme. Ku do të dalë me këtë? I gjejnë këto fotografitë e mia, cullak, i keni në Google, po ishit kurios, shkruani të Edi Rama nudo del aty. Është e pashpjegueshme, për më tepër që është babai i disa fëmijëve. Çfarë fitojnë këta fëmijë? Që do shikojnë lashkuricinë e tij. Çfarë do fitojnë? 14-15 vjeçar mund të kenë dhe akses edhe në pornografi, jam shumë dakord për këtë gjë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet ta promovojmë pornografinë, qoftë me fëmijët apo qoftë tek fëmijët.
Sa keni pa ju, mi qojnë me zarf. I hapun ato, shoh veten time, po ishe mas shumë vitesh. Gjithë ky zdap, siç më kishte bërë nëna, por kuptohet 2 metra. I njëjti Ram, që na kishte thënë se nuk ka hajdu 2 metra, sot na tregoi se pas ka patur Shqipëria një nudist zdap 2 metrosh. Se çfarë interesi patën fëmijët nga kjo histori? Vetëm Pandi mund ta ketë kuptuar. Por le të vazhdojmë, sepse tani është rada e burrave. Gjysma e burrave të Shqipërisë janë çyret. Mund të jenë më shumë se gjysma. Të lagur, edhe të turbulluar. Pas 90-s kemi një nga kryeministrat më kontroversiv në raport me komunikimin, në raport me qytetarët, në raport me qeverinë, në raport me gjininë femërore e tjerë me radhë. Në fakt ne jemi mësuar që të kemi një gjuhë denigruese nga kryeministri Rama përgjatë gjithë jetës tij politike, megjithatë për mua deklaratat që ka bërë përgjatë kësaj fushate elektorale kalojnë çdo limit dhe çdo cak. Në mënyrë më absolute jam e skandalizuar. Është një gjuhë denigruese, thellësisht dhe diskriminuese, qoftë për gjininë maskullore, qoftë për gjininë femërore, për burrat dhe për gratë. Ky është diskriminim për shkak të bindjeve politike, edhe është diskriminim masiv, është cënimi drejt për drejt i kodit të familjes, është cënimi drejt për drejt i të drejtave të njerëzit, është cënimi drejt për drejt i lirive themelore të njerëzit. Imagjinoni që gjithë ky lum fyerjesh për meshkujt i është adresuar atyre që për një arsye apo për një tjetër kanë vendosur të votojnë për partitë opozitare. Nuk janë normal, nuk diskutohet. Dulen atje në kafe, jo PS-ja, jo PD-ja. Japin men, po men nuk kanë. Nuk ju punon radiostacioni. Gjysmën e trurit e kanë me ujë. Janë gjysma. Çmenën. S'mbushin. Kanë mirë. Mbetje. Nuk mbushin fare, hiç, fare. Nuk mbushin. Shatën të merë. Një tuf qorrash dhe shurdhësh. A i ka vërtet Shqipëria ka shumë budallë? Çfarë janë ta njerëz? Sinqerisht. Qyrit. Komplet. E pastaj thonë se i thu qyrik. Po çfarë ti the? Me mjekra gjata, me flokë gjata, palam, pangrën, të utum, të çorotit. Era, të merë, të deur. Komplet të mbaruar. Vetëm bishti do ju mungonte. Nëse ti quan gjysmat e burrave çyryk, atëherë bie gjysmat e baballarëve janë çyryk. Dhe fëmijët e këtyre baballarëve, vajzat që kanë heronj baballarët e tyre, djemt që kanë model baballarët e tyre, do t'i shohin me përçmim, sepse kanë dëgjuar nga kryeministri i tyre që babai i tyre është çyryk, është gjysmak, është budalla, nuk merr vesh nga jeta. Kush do donte të mësonte nga një budalla? Ky e ndjen veten Zot, Perëndi, e ndjen veten si ti teket atij dhe fyen, pa e sa. Por gjithë sa dëgjuam deri më tani, me sa duket ishin vetëm fillimi, sepse fyerja publike që i bëri personave të prekur nga spektri autik kaloi çdo limit të një komunikimi njerëzor. Populli është i smur. Kush shkon në knet është gjysmak. Je autik, nuk je mirë. Çmenduri. Një hata e madhe. Autik për mua është një tronditje e madhe, kur e dëgjoj fjalën, sepse kam një fëmijë autik, është një ngjarje pathonjza që më skandalizoi. Autizmi absolutisht është i rëndë, sepse prek fëmijët vulnerabël, prek prindrit vulnerabël. Është e tmeshme ta mendosh që ata nuk marrin as shërbime të bazë për fëmijët e tyre autik dhe shohin nga kryeministri këtë qasje drejt autizmit edhe fëmijëve të tyre autik në formë denigruese dhe poshtëruese. Të këtoj të themi publiku, opozita e tjerë, me një term që si fëmijë autik, pra që është shumë herë më denigruese dhe fyese. E përdor si një fsharje. Për mua është një thosh nënën, motrën si të mësosh. Njësoj, më keq. Është një fëmijë pa mbrojtur. Të kesh një fëmijë autik është një sfidë, një luftë me të cilën duhet të përballesh çdo ditë. Dhe imagjino që një moment, sa po hap televizorin, sheh kryeministrin tënd të bullizoj fëmijën. Kjo tregon që kemi një kryeministër njerëzor. Për njerëzor në përmasat jashtëzakonshme. Nuk ka dëmshuri për njeriu. Me sa duket, ai kur njerëzit vuajnë ai lumtur. Ai lumturohet kur shef lot në sytë e tjetrit. Në qoftë se ai kryeministër do ta dinte se çfarë vuan një familje që ka një fëmijë autik, unë nuk e di nëse do të ishte kaq i shkujdesur për të folur fjalët që foli. Që do të thotë se ajo frazë është në përditshmërinë e Zotit Rama. Del nga brenda, del në mënyrë instiktive, dhe tregon mungesë kujdesi dhe ndjeshmërie. Për ata që kanë mend për të kuptuar dhe ndërgjegje për të gjykuar, ai është shoqërisht i rrezikshëm.
kombëtarisht i rrezikshëm, ndërkombëtarisht i rrezikshëm. Nuk ka dëmshuri për tjetrin. Është sadist. Nëse ne si popull do tolerojmë që të prekemi deri në këtë masë edhe të mos reagojmë, atëherë unë mendoj që na ka vdek ndërgjegja, na ka vdek zemra dhe çdo lloj instikti prindëror për të mbrojtur fëmijët tanë. Ne sot kemi depozituar 2 ankesa tek Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Kërkojmë nga komisioneri që të njihet kjo gjusë si formë diskriminimi dhe nga natyrë të vendoset një standard që një retorikë e tillë nuk mund të ketë mundësi që të përdoret në sferë publike dhe politike. Po ne, si duhet të reagojmë pas kësaj? Një bojkotim absolutisht i të gjitha daljeve të tij televizive dhe më së paku mos votimi i një kryeministri bullizues, denigrues, diskriminues do të ishte reagimi më së paku që mund të bëjë shoqëria shqiptare. Të shkoj në Francë ka psikanalistë të mirë, të bëj një psikanalizë që zgjat 5 vjet me nga 2 seanca në javë. Ndoshta mund të ketë një përmirësim që ta pastroj veten nga vetvetja. Alo, përshëndetje, si kaluat? Unë ju telefonoj nga Piranjat dhe doja t'ju bëja një kërkesë nëse është e mundur nga ju për dhënien e një interviste në lidhje me deklaratat e fundit të bëra nga kryeministri, ku përmend termin autik edhe gjithashtu ku ka bërë thirrje që të shikohen fotot e tij nudo. Më tolli me shkresë dhe pse unë përgjigjen. Pa në rast, një? Jo, në fakt na duhet një intervistë kam të pamundur, fizikisht. Kam pamundur. Personi përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve duket se nuk ka kohë të reagojë për gjuhën vulgare të kryeministrit. Me sa shihet, fushata nuk lë hapësira për ta bërë punën siç duhet.